إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore ja përcjellim profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, një ndër dhuntit më të mëdhaja të cilët Allahu xhelle xhelaluhu I ka dhuruar robëve të Tij dhe I adhuron një robit është që Allahu xhelle xhelaluhu ta furnizon ato me shtëpi ku në to lexohet Kur'an, ku në to lexohet fjala e Allahut xhelle xhelaluhu, edhe në to të ketë fëmijë të cilët ato rriten dhe edukohen me Kur'an. Ato lexojnë Kur'anin, librin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe mësojnë librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Për arsye se o vëllezër, fëmijët të cilët Allahu xhelle xhelaluhu na ka përgëzuar me ta, ato janë një emanet I lidhur në qafat tona, edhe pse me të vërtet përmbushet gëzimi jon në jetën të cilët na I posedojmë. Por le ta dim bindshëm se janë një emanet I rënd edhe një përgjegjësi e madhe për ne dhe për ata fëmijë të cilët Allahu xhelle xhelaluhu ne I ka dhuruar, që ne për to do të pyetemi në ditën e gjykimit. Edhe se kështu na tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu, I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo njeri prej jush është bari, sikur një çoban është bari dhe ai do të përgjigjet për kopen e tij. Udhëheqësi I cili është udhëheqës, ai ka në përgjegjësinë e tij kopen dhe të gjithë ata të cilët I kanë në përgjegjësinë e tij. Burri I cili ai e posedon një shtëpi, ai është përgjegjës për familjen e shtëpisë së tij. Dhe gruaja e cila është në atë shtëpi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo është përgjegjëse dhe është baresh për kopen e saj, për shtëpinë e burrit të saj dhe për fëmijët e burrit të saj. Që të I edukon ato, të edukon në Islam në hajër dhe në të mirë, t'ja u mëson hajrin dhe të mirën, edhe të I mbron ato nga zjarri I xhehenemit, e të shpëton se cili prej prindërve familjet e tyre nga zjarmi I xhehenemit. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an o vëllezër I thirrri ata të cilët kanë besu. Tha ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar Allahu xhelle xhelaluhu dhe ditën e ringjalljes, tha Allahu xhelle xhelaluhu, ruani vetveten e juaj dhe familjen prej zjarrit I cili lënda djegëse e tij janë njeriu dhe gur, në të cilën zjarr ka përgjegjësa
me laqet e fuqishme që nuk thejnë urdhnin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe bëjnë ato të cilët urdhërohen nga Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Aliu radiallahu anhu në komentimin e këtij ajeti, o vëllezër, se si të shpëtojmë vetveten dhe familjen tonë nga zjarri i xhehenemit, tha allimuhum wa adibuhum, mësoni ato dhe edukoni ato. E padyshim se mësimi dhe edukimi i fëmijëve tonë, o vëllezër, është një çështje shumë thelbësore në Islam. Për t'ja u mësuar atyre atë llojin e edukimit e cila është drita e edukimit, e padyshim se drita e edukimit të çdo fëmije dhe të çdo njeriu, drita e urtësisë dhe edukimit dhe udhëzimit të tij dhe shërimit të shpirtit dhe gjoksit dhe zemrës së tij është mësimi i librit të krijuesit të tij. Na e shohim, o vëllezër, dhe nëse marrmi të shikojmë gjendjen e fëmijëve tonë në këtë kohë në të cilën jetojmë, për fat keq, gjendja e fëmijëve tonë është për të qajtur. Shikon në rinin dhe fëmijën tonë, mas shumëti i përsërisin fjalët e këngëve të zhurmshme, të cilët i ndëgjojnë se sa dikush që përsërin ndonjë shkelojnë të ajeteve të Allahut xhelle xhelaluhu apo ndonjë fjalë të Kuranit të Allahut xhelle xhelaluhu. Mas mirti i kanë mësuar dhe i mbajnë mend emrat e futballistëve dhe artistëve se sa që ta din ndonjë sure përmendsh. Nëse e pyet për fat keq një fëmijë tonin, ndoshta nuk ta di as një sure shumë të shkurtër të Kuranit që ai të falet e të bën ibadet me to. Vallë, kjo gjendje, o vëllezër, e fëmijëve tonë, në përgjithësinë e kuja është, mbaroi çështja e arritjes së mundit tonë në të cilën ti u mundove dhe ja suksesin pasi që mbaroi viti shkollor. Me çfarë suksesi mbaruan fëmijët tonë suksesin e tyre? A na ka kënaqur suksesi i tyre neve si prind? Arritja e suksesit të fëmijëve tonë të marrur në përmbarimin e shkollave, vitit shkollor që mbaroi, me çfarë suksesi? Për fat keq që shikon deftesën e tij, dobët dhe shumë dobët. Pse a thua të arrim deri në këtë shkollë? Gjendja e fëmijëve tonë me suksesin shumë më dobë. Për arsye se, o vëllezër, i kemi larguar dhe kemi neglizhuar mësimin e Kuranit të Allahut ndaj fëmijëve tonë. Ajo e cila është drita e urtësisë, ajo e cila ja u ndriçon logjikën dhe mendjen e tyre. Allahu xhelle xhelaluhu e bëri mësimin e Kuranit, që Kurani Allahu xhelle xhelaluhu është shpirti që ja ushqen shpirtin e çdo njeriu. Na kur i lam dhe braktisëm mësimin e Kuranit dhe e larguam dhe nga fëmijët tonë, atëherë çfarë suksesi na presim, o vëllezër? Me të vërtetë se është gjendja jonë për të qartë dhe na duhet që të dimë se është çështje thelbësore në Islam, sikur që tha Imam Suyuti rahimullah, tha është nga çështjet bazore mësimi i Kuranit që t'ja u mësojsh fëmijëve. Për shkak se në to është shërimi i tij, në to është suksesi i tij, në to është fuqia e memorizimit të tij. Edhe se padyshim se çdo fëmijë i cili e mëson leximin e Kuranit, ose e mëson dhe përmend, dhe ai që mëson sure dhe më shumë përmend nga Kurani, dallohet nga bashkëmoshatarët e tij dhe nga shokët e tij, dallohet memorizimin e tij, dallohet dhe me shqiptimin e tij. Allahu xhelle xhelaluhu ja ruan mendjen dhe logjikën e tij, ja ruan gjuhën e tij, e ka më të pastër dhe e ka më të drejtë dhe e ka dhe logjikën e tij më të mpret dhe ai gëzon memorizim shumë të fortë dhe ja ruan Allahu xhelle xhelaluhu memorizimin e tij dhe mendjen e tij që mos të arrin deri në çmenduri. Me çka? Me atë e cila është shërim, ai është mëshirë dhe ai është udhëzim për muslimanët dhe është mëshirë. E padyshim se, o vëllezër, ti i cili i e prind, edhe ti nona e cila i e nona e cila kje një përgjithësi, prind, bab dhe non, ti që e dërgon fëmijën tanë për ta mësuar librin e Allahu xhelle xhelaluhu, dije se nuk e qënë thjesht dhe se është bërë aq thjesht e na që na të shohim se mësimin e Kuranit i kemi si një send shumë sekundar. Sikur ti qka si ta bën mirë se bën nuk është pa tjetër.
A kurse është çështje thelbësore, ti babë dhe ti no, që e dërgon fëmijën ta mëson shkronjat e Kuranit, ta mëson leximin e librit të Allahut xhel xhelalu, dije se jetu vendosur për ardhmërinë e fëmijës tanë. Ardhmëria e fëmijës tanë, suksesi i fëmijës tanë është mësimin e librit të Allahut xhel xhelalu, o vëllezër. Dallohet me pozitë lartë ai që e mëson dhe merret me Kuranin e Allahut xhel xhelalu. Këto nuk janë fjalët e tona, këtë tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Nafi ibn al-Harith, i cili e pat emëruar Omeri radiallahu anhu për gjegjës në Mekke. Por njështë e Mekkes, e ai një herët kur u takua me Omeri radiallahu anhu në Usfan, atëherë e pyti Omeri radiallahu anhu dhe i tha, e kanë e kelon për gjegjës tasha që te vendi i luginës, pra për në Mekke, tha e kam lon Ibnu Ebze. E tha kush është Ibnu Ebze? Tha maulen min mawalina. Tha është një shërptor, ish shërptori një, ish sklavëri jonë që është liruar. Ka qenë rob, ka qenë sklav. E kelon ato u habito me i radiallahu anhu dhe tha, istakhleft alihim maulen, tha e ke bërë ato, e ke mruar një shërptor që ka qenë shërptor, ka qenë rob nga sklavit, si mund të tjetë ai përgjegjës përgjith? E kjo përgjith që vlezër me kitë përgjigje dhe tha, innehu qari'un li kitabillah wa alimun bil faraid. Dije tha o prisi besimtarëve se ai është lexuesi fort i librit Allahut xhel xhelalu. Dhe ai është dietar i çështjes së trashëgimisë. E atëherë tha Omeri radiallahu anhu kështu. Tha dijeni se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, inna Allaha yada'u bi hadha al-kitabi aqwaman yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Tha Allahu xhel xhelalu, ngren me këtë libër popuj dhe ul të tjerë. I ngren ata të cilët angazhohen me mësimin dhe leximin e këtij libri dhe i ul ata të cilët nuk interesohen për mësimin e këtij libri, nuk interesohen dhe nuk merren me këtë libër. O vëllezër, këto të cilët i ndëgjojmë nderse nga dietarët e mëdhenj, sikur që janë komentatorët e mëdhenj, a thua kush do t'i njente mos u kishin marrë me librin e Allahut xhel xhelaluhu. Kjo është pozita e lartë që e ngriti Ikrimen, e ngriti Mujahidin, e ngriti gjitha ata burra të cilët janë komentatorë të Kuranit që i njohim për shkak se ata u angazhuan me Kur'an. Tabiu i ndershëm i njohur i Kuranit i madh, Amash, i cili ishte vetë i cili thase wa mimma rafa'ani Allahu bihi al-Qur'an. Me atë që më ka ngritur Allahu në këtë pozitë lartë të njerëzit, tha është për shkak Kur'anit që e kam arritur, e ka arritur për shkak Kur'anit. Kushdo i cili merret me Kur'an do të ketë një dallim shumë të madh në mesin e shoqërisë së tij. Allahu do ta ngren vetëm se është angazhuar me to. Për tha Imam Shafiu rahimullah, kush dëshiron jetën e kësaj bote të arrijë edhe pozitë në këtë botë, tha let kapet, let angazhohet me Kur'an, let i nënshtrohet Kur'anit Allahu xhel xhelalu. Tha kush dëshiron që të arrijë ahiretin, shpëtimin e ahiretit, tha ai përsëri let përkushtohet Kur'anit Allahu xhel xhelalu. E kush don të arrijë të dyja, edhe dunjan edhe ahiretin, përsëri let i kthehet dhe të nënshtrohet dhe të kapet për Kur'anin e Allahut xhel xhelaluhu. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu ta bën Kur'anin të lehtë dhe ta dëshiron mësimin e tij të fëmijët tonë edhe të gjithë ata të cilët nuk dinë leximin e Kur'anit. Wa kullu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të dashur vëllezër, nuk dëshiroj që vetëm me zgjat, por kam dëshirë që të arrin mesazhit e secili musliman dhe të secili prind i cili është i përgëzuar me fëmijë, që ai ta dinë se mësimi i Kur'anit të fëmijëve nuk është çështje sekundare, është një çështje vetëm vullnetare, si ta arrish mirë se ke arrit nuk është problem, po ta dinë se ajo është një ndër aktet më të mëdha të adhurimit të cilët është aq shumë e vlefshme sa që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam livdëroi në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu nga Uthmani radhiyallahu anhu, i cili tha kështu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri i jush është ai që mëson Kur'anin. Më i miri nga ju, vlerë ka mas mirë, më i khairit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot këtë lafë dhe këtë fjalë, që ta jep këtë pozitë
ma i miri prej jush ai që e mëson Kur'anin. E pastaj tha dhe ja u mëson të tjerëve. E mëson një herë për veti dhe ja u mëson të tjerëve. Dhe këtë e kuptuan armiqtë e Islamit se krenaria dhe fuqia e këtij kombi dhe këtij ummeti është atëherë kur të kthehen te libri Allahu xhela xhelalu dhe munduan me çdo lloj mënyre, me interneta, me telefona, me lojna, me gjitha mënyrat se si rinin ton ta largojnë nga lidhja e tyre me Kur'anin e Allahu xhela xhelalu. E në atit kur largohet fëmija yt, e kur largohemi na nga mësimi i Kur'anit, dije se na si ummet kemi dështuar edhe shumë le mundën të gjithë të tjerët që të bëjnë nga ata shërbëtorët, sikur që dojnë ato të luajnë dhe pastaj ato të bëjnë dhe të çojnë ashtu sikur që dëshirojnë. Allahu xhela xhelaluhu e ngren krenarinë e këtij ummeti me librin e tij për shkak se ai e ka zbritur atë. Nëse Allahu xhela xhelaluhu nuk e kishte zbrit këtë libër o vëllezër, atëherë nuk do të kishte veler as shpirti jon me çka do të ushqehej nëse nuk e kishmi mësuar librin e Allahu xhela xhelalu. A kurse neve nëse na jep një mesazh, dikush që është në qeveri apo dikush i lartë me ta dërguar një mesazh, krejt botës dëshiron ti tregojsh se ta ka dërguar dikush me vlerë këtë mesazh. Allahu ta ka sjellur mesazhin dhe nuk e mëson mesazhin e Allahut. Ta ka sjellur librin ndriçues dhe shpëtues. E është mëshirë për ty në këtë botë dhe në botën tjetër. E mos të interesojmë me për mësimin e Kuranit, dije se këto mektevet dhe kursi të cilët hapen kuranor, është momenti kur fëmia tash është i lirë në këtë pushimin veror, shfrytëzoje edhe dërgoje në kurset kuranore që ta mëson spaku leximin e Kur'anit dhe librit Allahu xhela xhelalu. Lutim Allahun xhela xhelalu që Allahu të na mëson librin e tij, të na bën prej atyre të cilët veprojmë sipas librit të tij. Allahu xhela xhelalu e përmirëson rinin ton. Allahu e dashuroft mësimin e Kur'anit te rinia jon dhe te fëmijët ton. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.